Në dhjetor të vitit 1957, kur agjentët e sigurimit shtetëror shqiptar hynë në zyrën e ish-ministrit Panajot Plaku, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e fshehtë me kode ushtarake, harta të detajuara të kufirit jugperëndimor dhe një letër dorëshkrim drejtuar Nikita Hruçovit që nuk ishte dërguar kurrë. Por më e çuditshme ishte kjo, në sirtarin e poshtëm të tryezës, në një shtresë të 2 fish druri, ishte fshehur një regjistër me emrat e 25 oficerëve të lartë të sigurimit që Plaku i kishte klasifikuar si besnik ndaj Enverit deri në vdekje dhe të mundshëm për bashkëpunim. Çfarë po planifikonte ky general major që kishte qenë njëri nga njerëzit më të besuar të regjimit? Pse ai kishte nevojë për një hartë kaq të detajuar të fshatit lim pranë liçenit të Pogradecit, ku çdo shkëmb dhe çdo shteg malor ishte shënuar me dorë? Dhe më e rëndësishmja, kush ja kishte marrë faqet e fundit të dosjes para se sigurimi të arrinte atje? Këto pyetje kanë munduar historianët për 69 vjet, por sonte, për herë të parë, ne do të zbulojmë të vërtetën e plotë mbi arratisjen më të bujshme në historinë e Shqipërisë komuniste. Në muajt e parë të vitit 1957, Tirana ishte një qytet që merrte frymë me frikë. Çdo mëngjes, banorët zgjohen duke u pyetur nëse emri i tyre do të lexohej në radion shtetërore si armik i popullit. Pas kongresit të 20 të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku Hruçovi kishte denoncuar kultin e personalitetit të Stalinit, Enveri kishte filluar një val pastrimi që i bënte edhe përgjatë viteve të 40 të dukeshin si lojra fëmijësh. Por ndërsa populli dridhej nga frika, në korridoret e pushtetit po ndodhte diçka edhe më e frikshme, vetë elita po fillonte të ngrinte dyshime. Panajot Plaku, ministër pa portofol dhe kryetari i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, ishte një nga ata njerëz që dinin shumë për tu ndjerë të sigurt. Ai kishte qenë atje që në fillim kishte luftuar në male kundër fashizmit, kishte ndihmuar Enverin të ngjitej në pushtet dhe tani, në moshën 48 vjeçare, e kuptoi se e gjithë kjo besnikëri nuk vlente asgjë. Çdo mbrëmje, kur kthehej në shtëpinë e tij në qendër të Tiranës, ai vërente se makinat e parkuara në rrugë ndryshonin pozicion, se fytyrat e kalimtarëve ishin gjithmonë të njëjtat, se telefonat e shtëpisë kishin një zhurmë të çuditshme kur ai ngrinte. Sigurimi nuk fshihej më. Ata donin që ai ta dinte se po vëzhgohej. Kjo ishte pjesë e torturës psikologjike, ta bënin të ndihej si një min në labirint, duke pritur që macja të vendoste se kur të godiste. Por Panajoti nuk ishte një mi i zakonshëm. Ai ishte general major, njeri që kishte mësuar të luftonte në kushte të pamundura, që kishte mbijetuar në male kur fashizmi italian dhe gjerman kishin kontrolluar çdo qytet. Ai dinte se kishte vetëm 2 zgjedhje, të priste që Enveri të vendoste për fatin e tij, ose të vepronte i pari. Dhe kështu, në heshtjen e natëve të pranverës së vitit 1957, ai filloi të planifikonte diçka që askush nuk e kishte bërë më parë, të arratiset nga vendi që ai vetë kishte ndihmuar ta ndërtonte. Por si mund të arratiset një ministër aktiv, një njeri që njihej nga çdo oficer policie, nga çdo agent kufitar, nga çdo informator në çdo fshat? Si mund të kalonte kufirin më të mbrojtur në Evropë, një kufi ku Enveri kishte urdhëruar që çdo person që përpiqej të largohej të qellohej pa paralajmërim? Dhe më e rëndësishmja, kujt mund t'i besonte në një vend ku edhe vëllezërit denonconin njëri tjetrin për të shpëtuar veten? Për të kuptuar madhësinë e asaj që Panajoti po planifikonte, duhet të kuptojmë se çfarë do të thoshte të ishe në majë të piramidës së pushtetit në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Ndërsa një punëtor i zakonshëm në një fabrikë në Tiranë fitonte rreth 5.000 lekë në muaj, Panajoti kishte akses në privilegje që e bënin jetën e tij të dukej si nga një botë tjetër. Ai kishte makinë personale Volga, një luks që vetëm 20 familje në të gjithë vendin mund ta përballonin. Ai kishte të drejtë të blinte në dyqanet speciale ku gjendeshin produkte perëndimore, çokoladë zvicerane, cigare kubane, visk skocez. Ai mund të udhëtonte jashtë vendit pa pasur nevojë për leje speciale nga Enveri personalisht, një privilegj që edhe ministrat e tjerë ja kishin zili. Por çmimi i këtyre privilegjeve ishte diçka që asnjë sasi parash nuk mund ta blinte, liria. Çdo fjalë që ai thoshte regjistrohej. Çdo takim që ai bënte raportohej. Çdo mendim që ai shprehte analizohej nga psikolog të sigurimit për të parë nëse kishte shenja devijimi ideologjik. Dhe tani, në pranverën e vitit 1957, Panajoti e dinte se raportet po bëheshin gjithnjë e më shqetësuese.
Ai kishte bërë gabimin e të qenit shumë i sinqert në një mbledhje të Komitetit Qendror, ku kishte sugjeruar se Shqipëria duhet të ndiqte shembullin e Bashkimit Sovjetik dhe të liberalizonte pak sistemin. Enveri nuk kishte thënë asgjë atë ditë, por Panajoti kishte parë shikimin. Ai e njihte atë shikim. E kishte parë më parë në sytë e Enverit pak para se njerëz të tjerë të zhdukeshin. Në fillim të majit të vitit 1957, Panajoti mori një vendim që do të ndryshonte jo vetëm jetën e tij, por edhe historinë e Shqipërisë. Ai filloi të studionte hartat e kufirit jugoperëndimor me një vëmendje që nuk kishte lidhje me punën e tij zyrtare si kryetari i Komitetit të Gjeologjisë. Ai dinte se kufiri me Jugosllavin ishte i mbrojtur nga njësi elitare të ushtrisë, se kishte fusha minash, se kishte kulla vrojtimi çdo 500 metra, se kishte patrulla me qenë të trajnuar për të gjurmuar njerëzit. Por ai dinte edhe diçka tjetër, ai dinte se çdo sistem ka të meta, se çdo mbrojtje ka pika të dobta, dhe se njerëzit që e kishin ndërtuar atë sistem ishin njerëzit që ai vetë i kishte trajnuar. Ai filloi të bënte pyetje të kujdesshme, pyetje që dukeshin të pafajshme. Në takime me oficerë ushtarak, ai pyeste për gjendjen e rrugëve malore në zonën e Pogradecit. Në biseda me inxhinier, ai interesohej për thellësinë e liçenit pranë fshatit Lin në darkë zyrtare. Ai përmendej rastësisht se kishte dëgjuar se roja kufitare në atë zonë ishte zvogëluar për shkak të transferimeve të fundit të trupave. Çdo informacion që ai merrte, ai e ruante në kujtesën e tij, duke ndërtuar ngadalë një hartë mendore të rrugës së tij drejt lirisë. Por ai dinte se nuk mund ta bënte vetëm. Ai kishte nevojë për ndihmë, dhe kjo do të thoshte se ai duhet i besonte dikujt me jetën e tij. Pyetja ishte, kujt? Në jetën e çdo diktatori ka një moment kur ai kupton se pushteti i tij nuk është më absolut, se ka njerëz që po fillojnë të mendojnë përtej frikës. Për Enverin, ky moment erdhi në një mbrëmje të zakonshme të majit, kur ai po lexonte raportet e përditshme të sigurimit në vilën e tij në blok. Një raport i veçantë tërhoqi vëmendjen e tij. Subjekti Plaku P ka bërë 3 vizita të paplanifikuara në zonën e Pogradecit në 2 javët e fundit. Arsyeja zyrtare, inspektim gjeologjik. Vërejtje, asnjë raport gjeologjik nuk është dorëzuar pas këtyre vizitave. Enveri e njihte Panajotin prej 30 vjetësh. Ai e njihte si një luftëtar të guximshëm, si një organizator të shkëlqyer, por edhe si një njeri që kishte një tëmet fatale. Ai kishte parime. Dhe njerëzit me parime në mendjen e Enverit ishin të rrezikshëm, sepse ata besonin se kishte diçka më të rëndësishme se mbijetesa. Enveri mori telefonin dhe thiri Mehmet Shehun, kryeministrin. Duhet të flasim për Panajotin, tha ai me një zë që nuk lejonte diskutim. Mehmet Shehu, një njeri që kishte mbijetuar duke qenë edhe më brutal se Enveri, e kuptoi menjëherë. Kur? Pyeti ai. Shpejt, tha Enveri. Por jo shumë shpejt. Dua të shoh se çfarë po planifikon. Kjo ishte mënyra e Enverit, ai nuk godiste menjëherë. Ai linte viktimën të mendonte se kishte kohë, të bënte gabime, të zbulonte bashkëpunëtorët. Dhe pastaj, kur rrjeti ishte plotësisht i përgatitur, ai godiste të gjithë njëherësh. Por këtë herë, Enveri kishte nënvlerësuar kundërshtarin e tij. Panajoti nuk ishte një viktim pasive. Ai ishte një general major që kishte mësuar të luftonte, dhe ai po përgatitej për betejën e fundit të jetës së tij. Nata e 16 majit të vitit 1957 ishte një natë pa hënë, një natë kur qielli ishte i mbuluar me re të dendura që premtonin shi. Panajoti e dinte se kjo ishte nata e tij. Ai kishte planifikuar çdo detaj për javë të tëra, kishte studiuar çdo aspekt të rrugës, kishte identifikuar çdo rrezik të mundshëm. Ai dinte se patrullat kufitare ndryshonin turnet në orën 11 të natës, se kishte një periudhë 15 minutash kur një seksion i caktuar i kufirit mbetej pa mbikëqyrje direkte, se qenët e rojës nuk mund të gjurmonin në shi të rrëmbyeshëm. Ai kishte lënë gjithçka pas, familjen, karrierën, privilegjet, sigurinë. Ai kishte marrë vetëm atë që ishte absolutisht e nevojshme, dokumente që provonin krimet e Enverit, një hartë të detajuar, pak para në valutë të huaj dhe një armë. Ai nuk e dinte nëse do të arrinte. Ai nuk e dinte nëse do të qëllojë në kufi, nëse do të kapej nga patrullat, nëse do të vdiste në male nga i ftohti dhe uria. Por ai e dinte një gjë me siguri, ai nuk mund të jetonte më në një vend ku çdo mëngjes zgjohej duke u pyetur nëse do të ishte dita e fundit e tij. Ai doli nga shtëpia e tij në orën 10 të mbrëmjes, duke ecur me hapa të qetë, sikur po dilte për një shëtitje të zakonshme.
Makina e sigurimit që e ndiqte zakonisht ishte atje, e parkuar 100 metra më poshtë. Ai I bëri me dorë shoferit, një gest miqësor që nuk tregonte asgjë. Dhe pastaj, në një moment që ai kishte planifikuar me kujdes, ai hyri në një rrugicë të ngushtë, u ngjit në një makinë që e priste atje dhe zhduku në errësirën e natës. Kur agjentët e sigurimit kuptuan se ai kishte ikur, ishte shumë vonë. Panajoti ishte tashmë në rrugën drejt Pogradecit, duke udhëtuar nëpër rrugë të panjohura, duke shmangur kontrollet, duke lëvizur si një hije në natën shqiptare. Udhëtimi nga Tirana në Pogradec zakonisht merrte 4 orë me makinë, por Panajoti e dinte se ai nuk mund të merrte rrugën kryesore. Ai duhej të udhëtonte nëpër rrugë të vogla malore, nëpër shtigje që vetëm banorët lokal I njihnin, nëpër zona ku kontrollet policore ishin më të rralla. Ai kishte organizuar ndihmë nga njerëz që ai I besonte, njerëz që kishin arsyet e tyre për të urryer regjimin, njerëz që ishin gati të rrezikonin gjithçka për të ndihmuar një njeri që po përpiqej të arratiset. Çdo 20 kilometra, ai ndërronte makinë. Çdo herë që ai arrinte në një fshat, ai priste në errësirë derisa dikush I jepte sinjal se rruga ishte e sigurt. Ai nuk hante, nuk pinte, nuk flinte. Ai vetëm lëvizte përpara, I shtyr nga një forcë që ishte më e fortë se frika, dëshira për të jetuar si një njeri I lirë. Kur ai arriti në afërsi të Pogradecit, ishte pothuajse agim. Ai mund të shihte liçenin në largësi, ujërat e tij të qeta që reflektonin dritën e parë të mëngjesit. Dhe përtej atij liçeni ishte Jugoslavia, ishte liria, ishte jeta. Por midis tij dhe asaj jete ishte zona më e rrezikshme e gjithë kufirit, fusha e minuar, kullas e vrojtimit, patrullat me qenë dhe oficerët që kishin urdhër të qellonin për të vrarë. Panajoti e dinte se çdo hap që ai do të bënte tani mund të ishte I fundit. Ai e dinte se shanset e tij për të mbijetuar ishin minimale. Por ai e dinte edhe diçka tjetër, ai kishte arritur deri këtu dhe ai nuk do të kthehej prapa. Ai do të kalonte atë kufi ose do të vdiste duke u përpjekur. Nuk kishte opsion të tretë. Në orët e para të mëngjesit të 16 majit, ndërsa Panajoti po përgatitej për pjesën më të rrezikshme të arratisjes së tij, në Tiranë po ndodhte kaos. Sigurimi kishte kuptuar se ministri kishte zhdukur dhe lajmi kishte arritur deri te Enveri. Reagimi I diktatorit ishte një përzierje e zemërimit dhe e diçkaje që ai rrallë e ndjente, frikës. Nëse një ministër aktiv, një general major, një antar I komitetit qendror mund të arratiset, çfarë do të thoshte kjo për sigurinë e regjimit? Çfarë do të mendonin të tjerët në elitën e pushtetit? Çfarë do të mendonin njerëzit e zakonshëm kur do ta mësonin? Enveri urdhëroi një gjueti njeriu që nuk ishte parë kurrë më parë në Shqipëri. Çdo njësi ushtarake në jug të vendit u vu në alarm maksimal. Çdo rrugë u bllokua. Çdo fshat u rrethua. Çdo shtëpi ku Panajoti mund të fshihej u kontrollua. Por Panajoti ishte një hap përpara. Ai kishte arritur tashmë në fshat Lin, një fshat I vogël në bregun e liçenit të Pogradecit, vetëm disa qindra metra nga kufiri Jugoslav. Ai ishte fshehur në shtëpinë e një peshkatari të vjetër, një njeri që e njihte atë nga koha e luftës, një njeri që kishte arsyet e veta për të urryer Enverin. Peshkatari I tha Panajotit se kishte një varg të vogël, se ai mund ta përdorte për të kaluar liçenin, se në anën tjetër ishin jugoslavët dhe ata nuk do ta kthyenin prapa. Por ai e paralajmëroi edhe për rreziqet, patrullat shqiptare në ujë, mundësia që jugoslavët të qellonin para se të kuptonin se kush ishte, mundësia që varka të përmbysej në ujërat e ftohta të liçenit. Panajoti e dëgjoi të gjithë këtë dhe pastaj tha vetëm një fjalë: "Kur?" Nata e arratisjes së Panajotit ishte një natë që do të mbetej në kujtesën e të gjithë atyre që ishin dëshmitar të saj. Peshkatari e ndihmoi atë të hipur në varg në orën 3 të mëngjesit, kur errësira ishte më e dendur, kur edhe patrullat ishin më pak vigjilente sepse mendonin se askush nuk do të ishte aq I çmendur sa të përpiqej të kalonte në atë orë. Panajoti filloi të voziste varkën me kujdes, duke përdorur rremët me lëvizje të ngadalta për të mos bërë zhurmë. Çdo tingull duke I amplifikuar në heshtjen e natës, uji që godiste anët e varkës, era që fshfërinte nëpër kallamish, zemra e tij që rrahte aq fort sa ai mendonte se të gjithë mund ta dëgjonin. Ai mund të shihte dritat e kullës së vrojtimit në bregun shqiptar, mund të dëgjonte zërat e largët të rojeve që ndërronin turnel. Ai dinte se nëse ata e shihnin, ata do të qellonin pa paralajmërim. Ai dinte se çdo sekond mund të ishte e fundit. Por ai vazhdoi të voziste metra pas metri, duke u larguar nga bregu shqiptar, duke u afruar me bregun jugoslav.
Dhe pastaj, kur ai ishte në mes të liçenit, ndodhi diçka që ai nuk e kishte planifikuar. Një reflektor nga kulla e vrojtimit u ndes dhe filloi të skanonte ujin. Panajoti u ngri në varg, duke u përpjekur të mbetej sa më i ulët, duke mbajtur frymën, duke u lutur për herë të parë në jetën e tij. Reflektori kaloi pranë tij, aq afër sa ai mund të ndjente nxehtësinë e dritës, por nuk e kapi. Dhe pastaj, pas asaj që i dukej si një përjetësi, reflektori u fik. Panajoti vazhdoi të voziste, tani më shpejt, duke ditur se koha po mbaronte, se agimi po afronte, se ai duhej të arrinte në bregun tjetër para se drita e ditës ta bënte të dukshëm. Dhe në fund, pas një ore që i dukej si një jetë e tërë, këmbët e tij prekën tokën jugoslave. Ai kishte arritur. Ai ishte i lirë. Por liria erdhi me një çmim që Panajoti nuk e kishte imagjinuar plotësisht. Në momentin kur ai hipi në bregun jugoslav, ai e dinte se kishte lënë pas jo vetëm një vend, por një jetë të tërë. Ai nuk do të shihte më kurrë familjen e tij. Ai nuk do të ecte më kurrë në rrugët e Tiranës. Ai nuk do të dëgjonte më kurrë gjuhën shqipe të folur lirshëm, pa frikë. Ai kishte fituar lirinë, por kishte humbur atë dheun. Dhe ndërsa ai qëndronte atje, i lagur, i lodhur, i dridhur nga i ftohti dhe nga emocionet, ai e dinte se kjo ishte vetëm fillimi. Enveri nuk do të harronte kurrë këtë turp. Enveri do të dërgonte agjentët e tij kudo që Panajoti do të shkonte. Enveri do të përpiqej ta vriste, ashtu siç kishte vrarë të gjithë të tjerët që kishin guxuar ta sfidojnë. Por për momentin, Panajoti ishte gjallë. Ai kishte arritur të bënte atë që askush tjetër nuk kishte bërë, të aratiset nga burgu më i madh në Evropë. Dhe ndërsa dielli po ngrihej mbi liçenin e Pogradecit duke ndriçuar ujërat që ai sapo kishte kaluar, Panajoti Plaku u betua se ai do të përdorte çdo ditë të mbetur të jetës së tij për të treguar botës të vërtetën për Enver Hoxhën dhe regjimin e tij të tmerrshëm. Por a do të kishte ai kohë ta bënte këtë? A do të arrinte zëri i tij të dëgjohej? Apo agjentët e sigurimit do ta heshnin atë para se ai të mund të fliste? Lajmi i arratisjes së Panajotit arriti në Tiranë në mëngjesin e 16 majit dhe reagimi ishte i menjëhershëm dhe brutal. Enveri thiri një mbledhje emergjente të byros politike, ku ai deklaroi se Panajoti ishte tradhtari më i madh në historinë e Shqipërisë socialiste, se ai kishte qenë agjent i të gjitha shërbimeve të huaja, se ai kishte shitur sekretet e shtetit përpara. Asnjë nga këto akuza nuk ishte e vërtetë, por e vërteta nuk kishte rëndësi në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Ajo që kishte rëndësi ishte narrativa, dhe narrativa duhej të ishte e qartë. Panajoti nuk ishte një hero që kishte guxuar të sfidonte diktaturën, por një kriminal që kishte tradhtuar popullin. Brenda disa orësh, emri i Panajotit u fshi nga të gjitha dokumentet zyrtare. Fotografitë e tij u hoqën nga të gjitha zyrat qeveritare. Librat ku përmendej emri i tij u mbledhën dhe u dogjen. Familja e tij u arrestua dhe u dërgua në kampe internimesh. Vëllezërit e tij, Kalo dhe Koço, u torturuan për të dhënë informacion për planet e Panajotit, por ata nuk dinin asgjë. Koço, që ishte inxhinier naftash, u dënua me 20 vjet burg për bashkëpunim me tradhtarin. Enveri donte që çdo gjurmë e Panajotit të fshihej, që emri i tij të bëhej një paralajmërim për të gjithë ata që mendonin të sfidojnë regjimin. Por ka diçka që Enveri nuk mund ta kontrollonte, zërin e Panajotit. Sepse Panajoti, tani i sigurt në Beograd, kishte filluar të fliste. Ai kishte dhënë intervista për gazetarët perëndimore. Ai kishte shkruar letra të detajuara drejtuar liderëve botëror, duke përshkruar krimet e Enverit. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte filluar të transmetonte në Radio Evropa e Lirë, duke folur drejt për drejt me popullin shqiptar, duke u treguar atyre të vërtetën që Enveri po përpiqej ta fshite. Në 22 korrik të vitit 1957, Panajoti shkroi një letër që do të bëhej një nga dokumentet më të rëndësishme të asaj periudhe. Letra ishte drejtuar Nikita Hruçovit, sekretarit të parë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Në atë letër, Panajoti përshkroi në detaje se si Enveri kishte krijuar një regjim terrori në Shqipëri, se si ai kishte vrarë mijëra njerëz të pafajshëm, se si ai kishte kthyer vendin në një burg të madh. Ai kërkoi nga Hruçovi të ndërhynte, të ushtronte presion mbi Enverin, të ndihmonte popullin shqiptar të çlirohej nga diktatura. Por Hruçovi nuk ju përgjigj kurrë asaj letre. Bashkimi Sovjetik kishte problemet e veta dhe Shqipëria ishte shumë e vogël dhe shumë e largët për t'u shqetësuar. Panajoti e kuptoi se ai ishte vetëm, se askush nuk do ta ndihmonte, se betejë e tij kundër Enverit do të ishte një betejë e vetmuar.
Por ai nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të shkruante, të fliste, të denonconte. Ai bëri atë që ai mund të bënte, ai u bë zëri i atyre që nuk mund të flisnin, dëshmitari i atyre që kishin vdekur në heshtje, shpresa e atyre që ende jetonin në frikë. Dhe për një kohë, dukej se ai po fitonte. Zëri i tij po dëgjohej. Njerëzit në Shqipëri po dëgjonin transmetimet e tij në radio, edhe pse kjo ishte e ndaluar dhe e dënueshme me vdekje. Ata po mësonin të vërtetën. Ata po fillonin të dyshonin në propagandën e Enverit. Por Enveri nuk ishte një njeri që pranonte humbjen. Ai kishte mënyrat e veta për të heshtur zërat që nuk i pëlqenin. Dhe ai po planifikonte diçka që do ta heshte Panajot Pllakun për gjithmonë. Vitet që pasuan arratisjen e Panajotit ishin vite të vështira për të. Ai jetonte në Beograd, në një apartament të vogël që qeveria jugoslave ja kishte dhënë, duke u përpjekur të ndërtonte një jetë të re në një vend të huaj. Ai mësoi gjuhën serbe, bëri miq të rinj, u përpoq të harronte dhimbjen e ndarjes nga familja dhe atë dheu. Por ai nuk mund të harronte kurrë misionin e tij. Çdo ditë ai punonte për të mbledhur dokumente, për të shkruar artikuj, për të dhënë intervista. Ai u bë një figurë e njohur në qarqet e emigrantëve shqiptar, një simbol i rezistencës kundër Enverit. Por ai e dinte se ishte në rrezik. Ai e dinte se sigurimi shqiptar kishte agent kudo, se ata po e ndiqnin, se ata po prisnin momentin e duhur për të goditur. Ai mori masa sigurie, ai ndërronte rrugët kur ecte, ai kontrollonte nëse dikush po e ndiqte, ai nuk hante në restorante publike, ai nuk besonte askënd që nuk e njihte prej vitesh. Por edhe kjo nuk ishte e mjaftueshme. Sepse sigurimi ishte i durueshëm dhe ata kishin kohë. Ata pritnin derisa Panajoti të ulte gardën, derisa ai të ndjehej i sigurt, derisa ai të bënte një gabim. Dhe në vitin 1966, 9 vjet pas arratisjes së tij, ata goditën. Panajoti u gjeti vdekur në dhomën e tij të hotelit në Beograd. Shkaku zyrtar i vdekjes, atak kardiak. Por ata që e njihnin Panajot Pllakun nuk e besuan kurrë këtë version. Ai ishte një njeri i shëndetshëm, një ish ushtarak që kujdesej për trupin e tij. Ai nuk kishte histori problemesh me zemrën. Dhe kishte diçka tjetër që ngrinte dyshime. Në dhomën e tij u gjet një gotë verë, gjysmë e zbrazët, me një aromë të çuditshme që askush nuk mund ta identifikonte. A ishte kjo një vrasje? A kishin agjentët e sigurimit arritur ta helmojnë atë? Apo ai kishte vdekur vërtet nga një atak kardiak, i lodhur nga vitet e luftës së vetmuar kundër një regjimi që dukej i pamposhtur? Vdekja e Panajotit mbeti një mister që nuk u zgjidh kurrë plotësisht. Policia jugoslave hapi një hetim, por nuk gjeti prova të mjaftueshme për të provuar se ishte vrasje. Trupi i tij u varros në Beograd, larg atdheut që ai e kishte dashur dhe që ai kishte qenë i detyruar ta lindte. Familja e tij në Shqipëri nuk u lejua të merrte pjesë në funeral. Ata ishin ende në kampe internimesh, duke vuajtur për krimin e të qenit të afërm me një tradhtar. Enveri nuk bëri asnjë koment publik për vdekjen e Panajotit. Për të, Panajoti kishte vdekur që në momentin kur kishte arratisur. Por në heshtje, Enveri festoi. Një zë i rrezikshëm ishte heshtuar. Një dëshmitar i rrezikshëm ishte eliminuar. Dhe tani, ai mund të vazhdonte të qeveriste pa frikën se dikush që e njihte nga brenda po tregonte sekretet e tij. Por historia nuk harron. Edhe pse Enveri u përpoq ta fshinte Panajot Pllakun nga kujtesa kolektive, edhe pse ai urdhëroi që emri i tij të mos përmendej kurrë, njerëzit e mbajtën mend. Ata e mbajtën mend si njeriu që kishte guxuar të sfidonte diktatorin, si njeriu që kishte zgjedhur lirinë mbi sigurinë, si njeriu që kishte paguar çmimin më të lartë për të qenë i ndershëm. Dhe sot, 69 vjet pas arratisjes së tij, ne po tregojmë historinë e tij, sepse historitë si kjo nuk duhet të harrohen. Ato na kujtojnë se edhe në kohët më të errëta, ka njerëz që zgjedhin të qëndrojnë në këmbë. Edhe kur çmimi është jeta e tyre. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Enver Hoxhës, duart ende duke i rënë pas 39 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit.
Njëri prej tyre, një burr që sot jeton në identitet të ri në një vend perëndimor, na tregon se si ai personalisht mori urdhër nga Mehmet Shehu në korrik të vitit 1957, gjeni plakun. Gjeni çdo njeri që e ndihmoi. Dhe sigurohuni që asnjëri prej tyre të mos flasë më kurrë. Ky urdhër nuk ishte thjesht një kërcënim, ishte një dënim me vdekje për dhjetëra njerëz që kishin pasur guximin të ndihmojnë një njeri të dëshpëruar. Por kush ishin këta njerëz? Pse ata rrezikuan gjithçka për Panajot Plakun? Dhe çfarë ndodhi me ta kur sigurimi i gjeti? Në javët që pasuan arratisjen e Panajotit, Tirana u kthye në një qytet i hauntur nga paranoja. Enveri nuk mund të flinte natën, duke u pyetur vazhdimisht, kush tjetër po planifikon të arratiset? Kush tjetër në rreth të tij po mendon se ka një jetë përtej mureve të Shqipërisë? Ai filloi të shihte tradhtar kudo, në çdo shikim të shpejt, në çdo heshtje të pazakont, në çdo fjalë që thuhej me pak më shumë pasion se sa duhej. Mbledhjet e byros politike u bën seanca torturimi psikologjik, ku çdo antar duhej të provonte besnikërinë e tij duke denoncuar dikë tjetër. Ishte një lojë e tmerrshme ku të gjithë ishin njëkohësisht gjyqtar dhe të akuzuar, ku mbijetesa vartej nga aftësia për të flijuar të tjerët para se ata të flijonin ty, por ndërsa elita dridhej nga frika. Në rrugët e Tiranës po ndodhte diçka e papritur, njerëzit e zakonshëm po fillonin të flasin. Jo haptas, sigurisht, kjo do të kishte qenë vetvrasje. Por në biseda të fshehta, në shtëpitë e tyre, në errësirën e natës, ata po përshpëritnin emrin e Panajot Plakut. Ata po thoshin, nëse ai mundi, ndoshta edhe ne mundemi. Kjo ishte frika më e madhe e Enverit, jo që një njeri kishte arratisur, por që arratisja e tij kishte bërë që të tjerët të ëndërronin për liri. Sigurimi punoi me një intensitet që nuk ishte parë kurrë më parë. Çdo person që kishte pasur kontakt me Panajot Plakun në muajt para arratisjes u arrestua dhe u morë në pyetje. Peshkatari i vjetër nga fshati Lin, ai që i kishte dhënë varkën Panajotit, u gjeti varur në shtëpinë e tij 3 ditë pas arratisjes. Versioni zyrtar, vetvrasje nga pendimi për të qenë bashkëpunëtor i një tradhtari. Por fqinjet e tij tregojnë një histori tjetër. Ata thonë se në natën para se trupi i tij të gjendej, ata dëgjuan britma që vinin nga shtëpia e tij, dëgjuan zëra të shumë burrave, dëgjuan tingullin e diçkaje të rëndë që tërhiqej në dysheme. Kur policia erdhi në mëngjes, ata gjetën peshkatarin të varur nga një trar, por dora e tij e djathtë kishte gjurmë të lidhura me litar. Si mund të ishte varur vetë nëse duart i ishin lidhur? Askush nuk guxoi të bënte këtë pyetje me zë të lartë. Familja e peshkatarit u dërgua në kampin e Tepelenës, ku kushtet ishin aq mizore sa vetëm gjysma e të internuarve mbijetonin vitin e parë. Kjo ishte drejtësia e Enver Hoxhës, jo vetëm të ndëshkonte kriminalin, por të shkatëronte çdo gjurmë të tij, çdo njeri që e kishte njohur, çdo kujtim që mund të mbetej. Por kishte një njeri që Enveri donte ta gjente më shumë se të gjithë të tjerët, njeriun që e kishte ndihmuar Panajot Plakun të planifikonte arratisjen, njeriun që i kishte dhënë informacion për pikat e dobëta të kufirit, njeriun që kishte organizuar makinat dhe strehimin përgjatë rrugës. Ky njeri ishte dikush nga brenda sistemit, dikush që kishte akses në informacion të klasifikuar, dikush që Enveri e kishte besuar. Dhe gjëja më e frikshme për Enverin ishte se ai nuk e dinte kush ishte. Ai kishte dyshime, sigurisht. Ai kishte një listë me emra, general që kishin qenë shumë të afërt me Panajot Plakun, oficer të sigurimit që kishin shfaqur devijime ideologjike, ministër që kishin bërë komente kritike në mbledhje private. Por ai nuk kishte prova. Dhe Enveri, për të gjithë brutalitetin e tij, ishte një taktician i kujdesshëm. Ai nuk donte të arrestonte dik pa prova, sepse kjo do të tregonte dobësi, do të tregonte se ai po vepronte nga frika dhe jo nga forca. Kështu që ai priti. Ai vëzhgoi. Ai urdhëroi që çdo person në listën e tij të vihet në mbikëqyrje 24 orë në ditë. Telefonat e tyre u përgjuan. Letrat e tyre u lexuan. Lëvizjet e tyre u regjistruan. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, Enveri filloi të ngushtonte rrethun. Ndërkohë, në Beograd, Panajoti po jetonte një jetë që ishte njëkohësisht liri dhe burgim. Ai ishte i lirë nga frika e arrestimit të menjëhershëm, i lirë të fliste pa u friksuar se çdo fjalë po regjistrohej, i lirë të ecte në rrugë pa u ndjerë se çdo hap po numërohej. Por ai nuk ishte i lirë nga dhimbja e ndarjes. Çdo natë, ai ëndërronte për familjen e tij, gruan e tij, fëmijët e tij, vëllezërit e tij. Ai e dinte se ata po vuanin për shkak të zgjedhjes së tij, se ata po paguanin çmimin e lirisë së tij.
Dhe kjo e hante nga brenda më shumë se çdo torturë fizike që Enveri mund t'i kishte bërë. Ai shkruante letra që nuk mund t'i dërgonte, sepse çdo letër që arrinte në Shqipëri do të ishte provë shtesë kundër familjes së tij. Ai fliste emrat e tyre me zë të lartë kur ishte vetëm, duke u përpjekur të mbante gjallë kujtimin e zërave të tyre, të buzëqeshjes së tyre, të prekjes së tyre. Por kujtimi është një gjë e brishtë dhe me kalimin e kohës, fytyrat filluan të zbehen, zërat filluan të humbasin dhe Panajoti u friksua se një ditë ai nuk do t'i kujtonte më. Kjo ishte tortura më e madhe e egzilit, jo vetëm të jesh larg atyre që do, por të ndihesh se po I humb ata edhe në kujtesën tënde. Në shtator të vitit 1957, Panajoti mori një vizitë që do ta ndryshonte jetën e tij. Një burr I ri, rreth 30 vjeç, erdhi në apartamentin e tij në Beograd. Ai tha se ishte gazetar nga një revistë perëndimore, se donte të bënte një intervistë të gjatë për aratisjen e Panajotit dhe për regjimin e Enver Hoxhës. Panajoti, I uritur për të treguar historinë e tij, pranoi menjëherë. Ata folën për orë të tëra. Panajoti tregoi gjithçka, planet e tij, frikën e tij, natën e aratisjes, ndjenjat e tij kur këmbët e tij prekën tokën jugoslave. Ai tregoi për krimet e Enverit, për njerëzit që kishin vdekur në kampe, për familjet që ishin shkatëruar, për një vend të tërë që jetonte në frikë. Gazetari dëgjoi me vëmendje, duke bërë shënime të hollësishme, duke bërë pyetje të mprehta që tregonin se ai e njihte mirë situatën në Shqipëri. Kur intervista mbaroi, gazetari e falenderoi Panajot Pllakun dhe premtoi se artikulli do të botohej brenda një muaji. Por artikulli nuk u botua kurrë. Dhe një muaj më vonë, Panajoti mori një letër anonime që thoshte vetëm një gjë: gazetari nuk ishte gazetar. Ai ishte I yni. Tani ne dim gjithçka. A ishte kjo e vërtetë? A kishte sigurimi dërguar një agent të maskuar si gazetar për të mbledhur informacion? Apo ishte kjo vetëm një taktik për ta terrorizuar Panajot Pllakun, për ta bërë atë të ndjehej të pasigurt edhe në vendin ku ai mendonte se ishte I mbrojtur? Paranoja filloi të gërryen Panajot Pllakun. Ai filloi të dyshonte në çdo njeri të ri që takonte, në çdo telefonat që merrte, në çdo letër që arrinte në postë. Ai ndërroi apartamentin 2 herë brenda 6 muajve. Ai filloi të mbante një armë në jashtëkun e tij. Ai nuk hante në restorante, sepse kishte frikë se ushqimi mund të ishte helmuar. Ai nuk pinte asgjë që nuk e kishte hapur vetë. Ai jetonte si një njeri I gjuajtur, duke ditur se gjuetarët ishin diku atje, duke pritur momentin e duhur. Dhe ndërsa ai jetonte në këtë gjendje të vazhdueshme ankthi, në Tiranë, Enveri po përgatiste goditjen finale. Ai kishte identifikuar njeriun që kishte ndihmuar Panajot Pllakun, një kolonel I sigurimit që kishte pasur akses në të gjitha informacionet për kufirin, që kishte qenë mik I ngushtë I Panajotit që nga koha e luftës, që kishte bërë gabimin fatal të besuar se besnikëria ndaj një miku ishte më e rëndësishme se besnikëria ndaj diktatorit. Ky kolonel u arrestua në mes të natës, u mor në sallën e torturës së sigurimit dhe brenda 3 ditësh ai kishte rrëfyer gjithçka. Ai tregoi se si kishte ndihmuar Panajot Pllakun të planifikonte rrugën, se si kishte organizuar makinat, se si kishte siguruar që patrullat kufitare të mos ishin në pozicionet e tyre në natën kritike. Ai tregoi edhe emrat e të tjerëve që kishin ndihmuar, 7 njerëz gjithsej, nga një shofer taksi në Tiranë deri te një oficer kufitar në Pogradec. Të gjithë këta njerëz u arrestuan brenda një jave. Asnjëri prej tyre nuk u pa më kurrë gjallë. Ekzekutimi I kolonelit dhe I bashkëpunëtorëve të tij nuk u bë publik. Enveri nuk donte që populli të dinte se kishte pasur tradhtar aq lart në sistemin e sigurimit, kjo do të kishte tronditur besimin në regjim. Kështu që ata thjesht zhdukën. Familjet e tyre u thanë se ata ishin dërguar në misione speciale jashtë vendit. Fëmijët e tyre u thanë se prindërit e tyre ishin hero që po shërbenin atdheun në vende të fshehta. Por të vërtetën e dinin vetëm pak njerëz, ata që kishin qenë në dhomën ku vendimi ishte marrë, ata që kishin qenë në oborin e burgut ku pushkimet ishin kryer, ata që kishin varrosur trupat në varre të pashënuara në male. Dhe këta njerëz mbajtën heshtjen, sepse ata e dinin se nëse flisnin, ata do të ishin të ardhshmin. Kjo ishte mënyra se si Enveri qeveriste, jo vetëm me frikë, por me heshtje. Ai e dinte se sekretet më të errëta janë ato që askush nuk guxon t'i thotë, se krimet më të tmerrshme janë ato që askush nuk guxon t'i pranojë. Dhe kështu, historia e kolonelit dhe e shokëve të tij u bë një histori fantazmë, diçka që të gjithë e dinin se kishte ndodhur, por që askush nuk mund ta provonte, që askush nuk guxonte ta përmendej.
A mund të imagjinoni të jetoni në një vend ku edhe heshtja është e rrezikshme, ku edhe ajo që nuk thuhet mund të dënojë? Në vitin 1958, Panajoti filloi të punonte me Radio Evropa e Lirë, një stacion që transmetonte në gjuhën shqipe dhe që dëgjohej ilegalisht nga mijëra njerëz në Shqipëri. Çdo javë, ai shkruante dhe lexonte një koment për situatën në Shqipëri, duke treguar të vërtetën që Enveri po përpiqej ta fshite. Ai fliste për kampe e internimit, për ekzekutimet pa gjyq, për urinë që po shkatëronte fshatrat, për fëmijët që po vdisnin nga sëmundjet që mund të ishin parandaluar nëse regjimi do të kishte shpenzuar para për shëndetësi në vend që t'i shpenzonte për pallate dhe monumente. Zëri i tij bëhej gjithnjë më i njohur, gjithnjë më i fuqishëm. Njerëzit në Shqipëri filluan ta prisnin transmetimin e tij çdo javë, duke e dëgjuar në radio të fshehura në bodrumet e tyre, duke ulur volumin në minimum për të mos u dëgjuar nga fqinjet që mund të ishin informator. Për shumë prej tyre, zëri i Panajot Pllakut ishte i vetmi lidhje me botën e jashtme, i vetmi provë se dikush atje jashtë e dinte se çfarë po ndodhte, se dikush po fliste për ta. Por çdo transmetim që Panajoti bënte e vinte atë në rrezik më të madh. Enveri e dëgjonte çdo fjalë, duke u tërbuar gjithnjë e më shumë, duke urdhëruar sigurimin të intensifikonte përpjekjet për ta gjetur dhe eliminuar Panajot Pllakun. Në vitin 1960, Enveri thiri një mbledhje të veçantë të byros politike. Tema ishte një, Panajot Pllaku. Ky njeri po bën më shumë dëm se sa një ushtri armish, tha Enveri, zëri i tij i ulët por plot urrëtie. Çdo fjalë që ai thot në radio është një plumb që qëllon në zemër të regjimit ton. Çdo histori që ai tregon është një helm që po helmon mendjet e popullit ton. Ne nuk mund ta lejojmë këtë të vazhdojë. Mehmet Shehu, që ishte ulur në të djathtë të Enverit, propozoi një plan, të dërgojë një ekip i specializuar i sigurimit në Jugosllavi, të identifikojë vendodhja e saktë e Panajotit dhe të kryejë një operacion special. Enveri e dëgjoi propozimin dhe pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje e ftohtë që nuk arrinte në sytë e tij. Jo, tha ai. Nëse ne e vrasim atë tani, ai do të bëhet martir. Njerëzit do të thonë se ne kishim frikë prej tij, se ai po thoshte të vërtetën dhe ne e heshtëm me forcë. Jo, ne duhet të jemi më të mençur. Ne duhet ta bëjmë të duket si një aksident, si një vdekje natyrale, si diçka që nuk ka lidhje me ne. Dhe kështu filloi një plan që do të zgjaste 6 vjet, një plan për të eliminuar Panajot Pllakun në një mënyrë që askush nuk do të mund të provonte se ishte vrasje, një plan që kërkonte durim, aftësi dhe një lloj mizorie të ftohtë që vetëm një regjim si ai i Enver Hoxhës mund ta kishte. A do të arrinte ky plan? A do të mund të mbrojë Panajoti nga një armik që kishte kohë, burime dhe një vendosmëri absolute për ta shkatëruar? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Enver Hoxhën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në dhjetor të vitit 1963, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i detyroi të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Në këtë kapitull, ne do të zbulojmë një të vërtetë që është mbajtur e fshehtë për 63 vjet. Ekzistonte një grup i brendshëm brenda sigurimit, një grup që njihej vetëm me kodin rrethi i heshtur, që kishte akses në informacione aq të ndjeshme sa edhe Mehmet Shehu nuk i njihte të gjitha. Këta 12 burra, mjek personal, oficer të gardës, këshilltar të fshehtë, ishin ata që e shihnin Enverin kur ai nuk ishte shoku Enver, por thjesht një njeri i plakur, i sëmur, i tmerruar nga vdekja. Ata e shihnin atë duke marrë tableta për presionin e gjerë në mes të natës, duke u zgjuar, duke bërtitur nga ëndrat e tmerrshme, duke kontrolluar ushqimin e tij 3 herë para se ta hante sepse kishte frikë nga helmimi. Ata e shihnin atë duke qarë në heshtje kur mendonte se askush nuk po e vëzhgonte, duke përshpëritur emrat e njerëzve që ai kishte vrarë, duke u lutur një perëndje që ai mohonte publikisht. Dhe ata e dinin se ky njeri, ky diktator që mbante në dorë fatin e 3 milion njerëzve, ishte duke u shkatëruar nga brenda. Por pse këta 12 njerëz vendosën të flasin? Çfarë ndodhi që i bëri të rrezikojnë gjithçka për të zbuluar sekretet e Enverit? Dhe më e rëndësishmja, sa prej tyre mbietuan pasi flan? Në vitet e hershme të viteve 60, Enveri filloi të shfaqte shenja të një sëmundjeje që ai e fshihte me çdo kusht nga publiku. Duart i dridheshin kur nënshkruante dokumente. Zëri i tij, dikur aq i fuqishëm dhe i sigurt, filloi të dridhej në fjalime të gjata. Ai harronte emrat të njerëzve që kishte njohur për dekada.
Ai përsëriste të njëjtat histori në mbledhje, duke mos kujtuar se I kishte treguar ato vetëm një javë më parë. Mjeku I tij personal, një burr me emrin Doktor Lambi Ziçishti, e dinte të vërtetën. Enveri po vuante nga një formë e hershme e demencës, një sëmundje që po e gërrente trurin e tij ngadalë por pa mëshirë. Por kjo diagnozë nuk mund të bëhej publike. Nëse populli do të mësonte se shoku Enver po humbiste mendjen, regjimi do të shembej. Nëse elita do të mësonte se diktatori nuk ishte më në gjendje të qeveriste, do të fillonte një luftë për pushtet që do të gëlltiste vendin. Kështu që doktor Ziçishti u urdhërua të mbante heshtjen absolute, dhe ai e bëri për një kohë. Por çdo natë, kur ai kthehej në shtëpinë e tij pas një dite të gjatë duke u kujdesur për Enverin, ai shkruante në një ditar të fshehtë. Ai regjistronte çdo simptom, çdo krizë, çdo moment kur Enveri e kishte humbur kontrollin. Ai shkruante për natën kur Enveri e kishte kapur për fyti dhe kishte filluar ta shtypte, duke bërtitur se ai ishte agent I CIA-s, para se të kuptonte se ku ishte dhe të lironte. Ai shkruante për mëngjesin kur Enveri nuk e njihte gruan e tij, Nexhmien, dhe kishte thirrur gardën duke menduar se ajo ishte një vrasëse. Ai shkruante për ditën kur Enveri kishte ulur në tavolinë për të nënshkruar një urdhër ekzekutimi dhe kishte harruar se si të shkruante emrin e tij. Ky diar ishte bomba më e rrezikshme në të gjithë Shqipërinë, më e rrezikshme se çdo armë, se çdo dokument I fshehtë, se çdo plan grushti shteti. Sepse ai tregonte të vërtetën që askush nuk guxonte ta thoshte, diktatori ishte duke u shndërruar në një hije të vetvetes, dhe vendi po qeverisej nga një njeri që nuk e dinte më as se kush ishte. Por doktor Ziçishti nuk ishte I vetmi që po shihte këtë shkatërim. Oficerët e gardës personale të Enverit, njerëz që qëndronin jashtë dhomës së tij çdo natë, dëgjonin gjëra që I bënin të dridheshin. Ata dëgjonin Enverin duke folur me veten, duke pasur biseda të gjata me njerëz që nuk ishin atje, duke u përgjigjur pyetjeve që askush nuk I kishte bërë. Ata e shihnin atë duke ecur nëpër korridoret e vilës në mes të natës, duke kontrolluar çdo derë, çdo dritare, duke u siguruar se askush nuk kishte hyrë për ta vrarë. Ata e shihnin atë duke ngrënë vetëm ushqim që ishte përgatitur nga një kuzhinier I veçantë, që ishte shijuar nga 3 njerëz të ndryshëm para se të arrinte në pjatën e tij, që ruhej në një kasafort të veçantë në kuzhinë. Ata e shihnin atë duke pirë vetëm ujë që vinte nga një burim I veçantë në male, që transportohej në shishe të vulosura, që kontrollohej nga një laborator I fshehtë para se të konsumohej. Kjo nuk ishte jeta e një diktatori të fuqishëm, kjo ishte jeta e një të burgosuri në burgun e tij të frikës. Dhe njerëzit që e shihnin këtë çdo ditë filluan të pyesin veten, për çfarë po sakrifikonim ne? Për çfarë po vdisnin njerëzit në kampe? Për këtë njeri që nuk mund të flinte pa drita të ndezura, që nuk mund të hante pa u friksuar se po helmohej, që nuk mund të besonte as gruan e tij? A vlente kjo? Në pranverën e vitit 1964, ndodhi diçka që trondit rrethin e heshtur. Një nga oficerët e gardës, një burr me emrin kapiten Petrit Dume, u gjeti I vdekur në banesën e tij. Versioni zyrtar, vetvrasje nga depresioni. Por anëtarët e tjerë të rrethit e dinin të vërtetën. Petrit Dume kishte filluar të fliste, jo publikisht, por në biseda private me kolegë të tjerë, ai kishte filluar të shprehte dyshime për regjimin, të bënte pyetje për atë që po ndodhte me Enverin, të sugjerojë se ndoshta ishte koha që dikush tjetër të merrte kontrollin. Dikush e kishte dëgjuar. Dikush e kishte raportuar. Dhe Enveri, edhe në gjendjen e tij të përkeqësuar mendore, kishte mjaft luciditet për të kuptuar se kjo ishte një kërcënim që duhej eliminuar menjëherë. Vdekja e Petrit Dumes u bë një mesazh për të gjithë të tjerët në rrethin e heshtur. Heshtja nuk ishte vetëm një detyrë, ishte çmimi I mbijetesës. Por mesazhi pati një efekt të papritur. Në vend që t'i friksonte, ai I zemëroi. Sepse Petrit Dume nuk kishte qenë thjesht një koleg, ai kishte qenë mik, vëlla, njeri që kishte shërbyer regjimin me besnikëri për 20 vjet. Dhe tani ai ishte I vdekur, jo sepse kishte bërë diçka, por sepse kishte menduar diçka. Kjo ishte vija e kuqe. Kjo ishte momenti kur disa anëtar të rrethit të heshtur vendosën se ata nuk mund të vazhdonin më kështu. Ata filluan të takohen në fshehtësi, të diskutonin mundësi, të planifikonin atë që dikur do të kishte qenë e pamundur, të tradhtojnë Enverin. Por si mund të tradhtojë një njeri që kishte spiun kudo, që kishte ndërtuar një sistem ku çdo person ishte I detyruar të raportonte për çdo person tjetër, ku edhe heshtja ishte e dyshim?
Anëtarët e rrethit të heshtur e dinin se ata nuk mund të vepronin drejt për drejt, çdo veprim i hapur do të zbulojë menjëherë dhe do të ndëshkojë me vdekje. Ata duhej të ishin më të mençur, më të durueshëm, më të ftohtë. Ata vendosën një plan që do të zgjaste vite, të mblidhnin dokumente, të regjistruanin çdo krim që Enveri kishte kryer, të ruanin çdo provë të sëmundjes së tij, të krijonin një arkiv të fshehtë që një ditë do të mund të përdorej për ta rrëzuar atë. Por ku mund të fshinin këto dokumente në një vend ku çdo shtëpi kontrollohej, ku çdo zyrë monitorohej, ku çdo lëvizje regjistrohej? Ata gjetën një vend që askush nuk do ta mendonte, në vetë vilën e Enverit. Në ndyshemen e një dhome të rrallë të përdorur, ata ndërtuan një fshese të vogël, aq të vogël sa mund të mbante vetëm disa dosje, por aq të fshehtë sa edhe nëse dikush do të kontrollonte dhomën, nuk do ta gjente kurrë. Dhe atje, në atë pas nate, ata vendosnin dokumente, raporte mjekësore, urdhëra ekzekutimi të nënshkruar nga Enveri, letra ku ai shprehte paranojën e tij, fotografi që tregonin gjendjen e tij të vërtet fizike. Ata po ndërtonin një dosje që një ditë do të tregonte botës se çfarë kishte qenë vërtet Enver Hoxha, jo një hero, jo një vizionar, por një njeri i sëmur, i friksuar, i çmendur nga pushteti që ai nuk mund ta linte. Por ndërsa rrethi i heshtur po punonte në heshtje, Enveri po bëhej gjithnjë më i rrezikshëm. Sëmundja e tij nuk e kishte bërë më të dobët, e kishte bërë më paranojak, më brutal, më të paparashikueshëm. Ai filloi të shihte komplot kudo. Ai akuzoi ministrin e mbrojtjes se po planifikonte një grusht shteti dhe e ekzekutoi pa gjyq. Ai akuzoi kryetarin e sigurimit se po bashkëpunonte me amerikanët dhe e zhduku në një burg të fshehtë ku askush nuk e pa më kurrë. Ai akuzoi edhe Mehmet Shehun, mikun e tij më të ngushtë, se po komplotonte kundër tij dhe edhe pse nuk e vrau menjëherë, ai filloi ta izolonte, ta privonte nga pushteti, ta përgatiste për rënien finale. Çdo ditë, lista e armiqve bëhej më e gjallë. Çdo javë, një emër tjetër fshihej nga dokumentet zyrtare. Çdo muaj, një familje tjetër dërgohej në kampe. Shqipëria po bëhej një vend ku të jetuarit vet ishte një akt i dyshimt, ku mbijetesa vartej nga fati dhe jo nga pafajësia. Dhe në mes të këtij kaosi, anëtarët e rrethit të heshtur e dinin se koha po mbaronte. Nëse ata nuk vepronin shpejt, ata do të ishin të ardhshmit në listën e Enverit. Por si mund të vepronin kur çdo hap që bënin po monitorohej, kur çdo fjalë që thoshin po analizohej, kur çdo mendim që kishin dukej se Enveri e dinte para se ta mendonin? A kishte shpresë për ta? Apo ata ishin thjesht duke vonuar të pashmangshmen? Në verën e vitit 1965, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar, Enveri u sëmur rënd. Ai kaloi 3 javë në shtrat, duke mos qenë në gjendje të lëvizte, duke mos qenë në gjendje të fliste qartë, duke mos qenë në gjendje të njihte njerëzit përreth tij. Doktor Ziçishti e dinte se kjo mund të ishte fundi, se Enveri mund të vdiste çdo moment. Dhe ai e dinte edhe diçka tjetër, nëse Enveri vdiste tani, pa një trashëgimtar të qartë, pa një plan për tranzicionin e pushtetit, Shqipëria do të zhytej në kaos. Do të kishte luftë për pushtet. Do të kishte gjakderdhje. Do të kishte vuajtje edhe më të madhe se ajo që kishte tashmë. Kështu që doktor Ziçishti bëri diçka që ai nuk e kishte menduar kurrë se do ta bënte, ai e shpëtoi Enverin. Ai përdori çdo ilaç që kishte, çdo teknikë që njihte, çdo lutje që mund të thoshte. Dhe pas 3 javësh, Enveri u përmirësua. Ai u ngrit nga shtrati. Ai filloi të fliste përsëri. Ai filloi të qeveriste përsëri. Por ai nuk ishte më i njëjti. Diçka kishte ndryshuar në të, diçka që e bënte edhe më të frikshëm se më parë. Ai kishte parë vdekjen nga afër dhe kjo e kishte terrorizuar aq shumë sa ai vendosi se ai nuk do të vdiste kurrë, se ai do të jetonte përgjithmonë, se ai do të gjente një mënyrë për ta mposhtur vdekjen. Dhe kjo obsesion e çoi atë në një rrugë që askush nuk e kishte imagjinuar. Ai filloi të kërkojë mënyra për të zgjatur jetën e tij, për të ngadalësuar plagjen, për të mposhtur sëmundjen. Ai thirri mjek nga Bashkimi Sovjetik, nga Kina, nga Korea e Veriut. Ai urdhëroi që të ndërtohej një laborator i fshehtë ku do të eksperimentoheshin trajtim të reja. Ai filloi të merrte ilaçe eksperimentale që nuk ishin testuar kurrë në njerëz. Ai u bë një eksperiment i gjallë, një njeri që po luftonte kundër natyrës vetë. Dhe ndërsa ai po bënte këtë, trupi i tij po shkatërrohej gjithnjë më shumë, mendja e tij po bëhej gjithnjë më e çmendur dhe regjimi i tij po bëhej gjithnjë më i tmerrshëm. Anëtarët e rrethit të heshtur e shihnin të gjithë këtë me një përzierje tmerri dhe shprese.
Të merë, sepse ata e dinin se Enveri po bëhej gjithnjë e më i paparashikueshëm, gjithnjë e më i rrezikshëm. Shpresë, sepse ata e dinin se çdo ditë që kalonte, trupi i Enverit po dobësohej, mendja e tij po shkatërrohej dhe mundësia që ai të vdiste po rritej. Ata filluan të planifikonin për atë që do të ndodhte pas vdekjes së Enverit. Ata diskutuan se kush do të merrte pushtetin, se si do të siguroheshin që dokumentet e tyre të fshehta do të dilnin në dritë, se si do të siguroheshin që e vërteta për Enverin do të tregojë. Por ata bën një gabim fatal, ata nënvlerësuan Nexhmien, gruan e Enverit. Ata mendonin se ajo ishte thjesht një grua e diktatorit, një figurë dekorative pa pushtet real. Por Nexhmia ishte shumë më e zgjuar, shumë më e fuqishme, shumë më e rrezikshme se sa ata mendonin. Ajo kishte ndërtuar rrjetin e saj të spionëve, kishte vendosur njerëzit e saj në pozicione kyçe, kishte përgatitur planin e saj për të marrë pushtetin kur Enveri do të vdiste. Dhe ajo kishte dëgjuar përshpëritje për rrethin e heshtur. Ajo nuk e dinte saktësisht kush ishin ata, por ajo e dinte se ekzistonin. Dhe ajo po planifikonte se si t'i eliminonte të gjithë njëherësh në një goditje që do t'i zhduk para se ata të mund të vepronin. Betejë për të ardhmen e Shqipërisë nuk kishte filluar ende, por lojtarët po merrnin pozicionet e tyre, armët po përgatiteshin dhe gjaku që do të derdhej do të ishte më i shumtë se sa kushdo mund ta imagjinonte. Kush do të fitonte këtë betejë? Dhe sa njerëz do të vdisnin para se fituesi të shpallej? Në dimrin e vitit 1966, ndërsa Panajot Plaku po jetonte ditët e tij të fundit në Beograd, në Tiranë po ndodhte diçka që do të vendoste fatin e rrethit të heshtur. Nexhmia kishte identifikuar 3 nga anëtarët e grupit, Dr. Ziçishti, një oficer i gardës me emrin Major Thanas Nano dhe një këshilltar i fshehtë me emrin Lambi Peçini. Ajo nuk kishte prova direkte kundër tyre, por ajo kishte diçka më të mirë, dyshimin e Enverit. Ajo i tha Enverit se këta 3 burra po komplotonin kundër tij, se ata po mblidhnin dokumente për ta rrëzuar, se ata po planifikonin ta helmonin. Enveri, në gjendjen e tij paranoike, e besoi menjëherë. Ai urdhëroi që të 3 të arrestoheshin në mes të natës, pa paralajmërim, pa mundësi për t'u mbrojtur. Ata u morën në sallën e torturës së sigurimit, ku u pyetën për ditë të tëra, ku u rrahën derisa rrëfyn gjithçka, ku u detyruan të jepnin emrat e të gjithë anëtarëve të tjerë të rrethit të heshtur. Brenda një jave, të 12 anëtarët ishin arrestuar. Brenda një muaji, 10 prej tyre ishin ekzekutuar. 2 të tjerët, ata që kishin bashkëpunuar më shumë, që kishin dhënë më shumë informacion, u dënuan me burgim të përjetshëm në burgun e Spaçit, ku kushtet ishin aq mizore sa vdekja do të kishte qenë një mëshirë. Dhe dokumentet që ata kishin mbledhur me kaq kujdes, që ata kishin fshehur me kaq zgjuarsi, ato u gjetën nga sigurimi, u morën nga fshesa në ndysheme, u çuan te Enveri. Ai lexoi të gjitha, duke parë me sytë e tij se çfarë mendonin njerëzit më të afërt me të, duke parë se si ata e shihnin atë, jo si një hero, por si një njeri të sëmur, të frikësuar, të çmendur. Dhe pastaj ai urdhëroi që të gjitha ato dokumente të digjen. Ai nuk donte që askush tjetër t'i shihte kurrë. Ai nuk donte që e vërteta të dilte në dritë. Ai donte që historia të mbetej ashtu siç ai e kishte shkruar, historia e një heroi, e një vizionari, e një njeriu që kishte ndërtuar një vend të ri. Jo historia e një diktatori të çmendur që kishte shkatëruar miliona jetë për të mbrojtur pushtetin e tij. Por a u dogjen vërtet të gjitha dokumentet? Apo disa prej tyre mbijetuan, të fshehura në vende që sigurimi nuk i kontrolloi kurrë, të ruajtura nga njerëz që nuk u zbuluan kurrë, duke pritur ditën kur ata do të mund të tregonin të vërtetën? Kjo është pyetja që historianët po përpiqen ta përgjigjen edhe sot, 61 vjet më vonë. Sepse nëse ato dokumente ekzistojnë ende, nëse ato janë diku atje, të fshehura në një arkiv të harruar, në një bodrum të vjetër, në duart e një të mbijetuari që ende nuk ka guxuar të flasë, atëherë e vërteta për Enver Hoxhën, e vërteta e plotë, mund të jetë ende duke pritur të zbulohet. Dhe nëse ajo e vërtet del në dritë, ajo do të ndryshojë gjithçka që ne mendojmë se dim për atë periudhë të errët të historisë sonë. A jeni gati të dëgjoni atë të vërtet? Apo ka sekrete që është më mirë të mbeten të varrosura për gjithmonë? Për herë të parë në 39 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Enver Hoxhës pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të Panajot Plakut do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini.
Nga bisedat private midis agjentëve të sigurimit në Beograd, te planet e dëshpëruara për të eliminuar një zë që po bëhej gjithnjë e më i fuqishëm, te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky oficer, që sot jeton në një identitet të ri në një vend perëndimor, na tregon se si ai personalisht mori urdhër nga vetë Enveri në shkurt të vitit 1966, plaku duhet të heshtet. Jo me plumb, kjo do ta bënte martir. Por me diçka që askush nuk do ta dyshoj. Diçka që do të duket si dora e fatit. Ky urdhër nuk ishte thjesht një kërcënim, ishte një dënim me vdekje i planifikuar me një kujdes që vetëm një regjim si ai i Enver Hoxhës mund ta kishte. Por si mund të arrinte sigurimi shqiptar një njeri që jetonte në mbrojtjen e shërbimeve sekrete jugoslave? Si mund të kalonin kufit, të infiltronin një qytet të huaj, të kryenin një vrasje pa lënë gjurmë? Dhe më e rëndësishmja, a e dinin ata se çdo lëvizje e tyre po monitorohej nga shërbime të tjera inteligjence që kishin interesat e tyre në këtë lojë të errët? Në muajt e parë të vitit 1966, Panajoti po jetonte atë që dukej si një rutinë e qetë në Beograd. Çdo mëngjes, ai zgjohej në orën 7, bënte një kafe të fortë turke dhe ulej në tavolinën e tij të vogël për të shkruar. Ai po punonte në një libër që do të tregonte gjithçka për Enver Hoxhën, për krimet e tij, për makinën e tmerrshme që ai kishte ndërtuar. Ai kishte mbledhur dokumente për vite, kishte intervistuar dhjetëra emigrantë të tjerë shqiptar, kishte regjistruar çdo detaj që mund të kujtonte nga vitet e tij në pushtet. Ky libër do të ishte trashëgimia e tij, prova që ai kishte ekzistuar, që ai kishte luftuar, që ai nuk ishte dorëzuar kurrë. Por ai e dinte se koha po mbaronte. Ai ndjente se trupi i tij po dobësohej, jo nga mosha, sepse ai ishte vetëm 47 vjeç, por nga stresi i viteve të ekzilit, nga pesha e kujtimeve, nga frika e vazhdueshme që një ditë ata do të vinin për të. Ai kishte filluar të ketë ëndra të këqija, ëndra ku ai ishte përsëri në Shqipëri, ku sigurimi po e ndiqte, ku ai po përpiqej të aratiset por këmbët nuk i lëviznin, ku ai po bërtiste por zëri nuk i dilte. Ai zgjohej në mes të natës, i lagur nga djersa, duke kontrolluar derën për të parë nëse ishte e kyçur, duke shikuar nga dritarja për të parë nëse kishte dik në rrugë. Kjo nuk ishte jetë, kjo ishte një ekzistencë e varur midis frikës dhe shpresës, midis së kaluarës që nuk mund ta harronte dhe së ardhmes që nuk ishte e sigurt se do ta shite. Por ndërsa Panajoti po luftonte me demonët e tij të brendshëm, në Tiranë po ndodhte diçka që do ta vuloste fatin e tij. Enveri kishte marrë një raport nga sigurimi që thoshte se Panajoti po përgatiste një libër, se ky libër përmbante informacion të detajuar për operacionet e fshehta të regjimit, se ai po planifikonte ta botonte atë në një shtëpi botuese perëndimore që kishte lidhje me shërbimet sekrete amerikane. Kjo ishte vija e kuqe. Enveri mund të toleronte transmetimet në radio, ato ishin fjalë që fluturonin në ajër dhe harrohen. Por një libër ishte i ndryshëm. Një libër mbetej për gjithmonë. Një libër mund të lexohej nga breza të ardhshëm. Një libër mund të bëhej prova që historia nuk mund ta fshinte. Enveri thiri Mehmet Shehun dhe i tha vetëm një gjë: libri nuk duhet të botohet kurrë. Bëj çfarë duhet. Mehmet Shehu e kuptoi menjëherë. Ai thiri shefin e sigurimit dhe i dha udhëzime të qarta: dërgoni ekipin më të mirë që kemi. Jo ushtarak, ata janë shumë të dukshëm. Dërgoni njerëz që mund të kalojnë si turist, si student, si çdo gjë përveç asaj që janë. Dhe sigurohuni që puna të bëhet pa gjurmë, pa asnjë lidhje me ne. Brenda një jave, 3 agentë të sigurimit ishin në rrugën drejt Beogradit. Ata udhëtonin me pasaporta false, me identitete të rreme, me një plan që ishte provuar në operacione të tjera të ngjashme. Ata nuk ishin vrasës të zakonshëm, ata ishin profesionistë të trajnuar për të vrarë pa lënë gjurmë, për të bërë që vdekja të dukej si një aksident, si një sëmundje, si diçka që nuk kishte lidhje me politikën. Kur agjentët arritën në Beograd, ata filluan punën e tyre me një durim që tregonte përvojën e tyre. Ata nuk shkuan menjëherë te Panajoti, kjo do të kishte qenë shumë e rrezikshme, shumë e dukshme. Në vend të kësaj, ata filluan ta studiojnë atë nga distanca. Ata mësuan rutinën e tij, ku shkonte çdo ditë, me kë fliste, çfarë hante, ku blinte ushqim, në cilat restorante hante, në cilat kafene pinte. Ata identifikuan pikat e dobta në sigurinë e tij, faktin se ai jetonte vetëm, faktin se ai nuk kishte gardë personale, faktin se ai kishte filluar të ndjehej i sigurt pas 9 vitesh në Beograd, faktin se ai kishte ulur vigjilencën.
Ata identifikuan edhe diçka tjetër, Panajoti kishte një zakon të rrezikshëm. Çdo të premte mbrëma, ai shkonte në një restorant të vogël pranë lumit Sava, ku ai hante darkë vetëm, duke lexuar gazeta dhe duke pirë një gotë verë të kuqe. Ai e bënte këtë prej vitesh, ishte një ritual që e ndihmonte ta harronte vetmin, që e bënte ta ndjente se jeta e tij kishte ende një lloj normaliteti. Por ky ritual do të bëhej fati i tij. Sepse agjentët e sigurimit e dinin se një njeri që ka një rutinë të parashikueshme është një njeri i lehtë për t'u vrarë. Ata filluan të planifikonin detajet, si do të afroheshin, si do të vepronin, si do të largoheshin pa u vënë re. Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të përdornin për ta vrarë. Zgjedhja e armës ishte kritike. Ata nuk mund të përdornin një armë zjarri, kjo do të bënte shumë shurmë, do të tërhiqte vëmendjen, do të linte prova balistike. Ata nuk mund të përdornin një thikë, kjo do të linte gjurmë dhune, do të ngrinte dyshime, do të shkaktonte një hetim të thellë. Ata duhej të përdornin diçka që nuk linte gjurmë, diçka që vepron shpejt por pa dhimbje të dukshme, diçka që mjekët do ta diagnostikonin si një shkak natyror vdekjeje. Ata zgjodhen një helm që ishte zhvilluar në laboratoret e fshehtë të sigurimit, një substancë që shkaktonte një atak kardiak brenda disa orëve, që nuk zbulohej në testet toksikologjike standarde, që shpërbëhej në trup pa lënë gjurmë. Kjo substancë ishte përdorur më parë në operacione të tjera dhe kishte funksionuar çdo herë. Ata e kishin atë në një shishe të vogël, të fshehur në një vend që askush nuk do ta kontrollonte. Dhe ata kishin një plan se si ta vendosnin atë në pijen e Panajotit pa u vënë re. Gjithçka ishte gati. Tani ata vetëm pritnin për momentin e duhur, për një të premte mbrëmje kur Panajoti do të shkonte në restorantin e tij të preferuar, kur ai do të ulej vetëm në tavolinën e tij të zakonshme, kur ai do të porositej një gotë verë të kuqe, kur ai do të ishte i relaksuar, i pavetëdijshëm, i pambrojtur. Ajo mbrëmje erdhi në fund të majit të vitit 1966. Dhe ajo që ndodhi atje do të mbetej një mister që nuk u zgjidh kurrë plotësisht. Nata e 28 majit të vitit 1966 ishte një natë e ngrohtë në Beograd, me një erë të lehtë që vinte nga lumi dhe që mbarte aromën e luleve të pranverës. Panajoti arriti në restorant në orën 8, ashtu si bënte çdo të premte. Ai ul në tavolinën e tij të zakonshme, pranë dritares që shikonte lumit dhe porositi darkën e tij, një pjatë me qebapa dhe një gotë verë të kuqe nga një vresht lokal që ai e pëlqente. Ai nuk e vuri re se 3 burra ishin ulur në një tavolinë në këndin tjetër të restorantit, burra që dukeshin si turistë të zakonshëm, që flisnin me zë të ulët, që shikonin menun me interes. Ai nuk e vuri re se njëri prej tyre u ngrit dhe shkoi në tualet, duke kaluar pranë tavolinës së tij, duke hedhur një shikim të shpejt në gotën e verës që sapo ishte sjell. Ai nuk e vuri re se kur ai burr u kthye në tavolinën e tij, gota e verës së Panajotit kishte një ngjyrë pak më të errët, një aromë pak më të fortë, një shije që do të ishte e fundit që ai do ta ndjente. Panajoti piu verën ngadalë, duke shijuar çdo gllënjk, duke lexuar një gazetë që kishte sjell me vete, duke menduar për kapitullin që do të shkruante nesër për librin e tij. Ai nuk ndjeu asgjë të pazakontë, helmi ishte i pashishëm, i padukshëm, i përsosur. Ai mbaroi darkën, pagoi llogarinë dhe u ngrit për të shkuar në shtëpi. Dhe ndërsa ai ecte nëpër rrugët e Beogradit duke marrë frymë ajrin e natës, duke ndjerë një lehtësim të çuditshëm që ai nuk e kuptonte, trupi i tij po fillonte të reagonte ndaj substancës që sapo kishte pirë. Panajoti arriti në apartamentin e tij rreth orës 10. Ai hapi derën, hyri brenda dhe u ul në koltukun e tij të preferuar. Ai ndjeu një dhimbje të lehtë në gjoks, diçka që ai e mendoi si një problem të zakonshëm, ndoshta nga ushqimi i rënd që kishte ngrënë. Ai vendosi të shtrihej pak, të pushonte, të shihte nëse dhimbja do të kalonte. Por dhimbja nuk kaloi. Ajo u bë më e fortë, më e mprehur, më e padurueshme. Ai u përpoq të ngrihej, të shkonte te telefoni për të thirrur ndihmë, por këmbët nuk i përgjigjen. Ai ra në dysheme, duke u përpjekur të merrte frymë, duke ndjerë se gjoksi i tij po shtrëngohej si në një mengën, duke kuptuar se diçka ishte shumë gabim. Ai u përpoq të bërtiste, por zëri nuk i dilte. Ai u përpoq të zvarritej drejt derës, por trupi nuk i lëvizte. Dhe ndërsa ai shtrirej atje në errësirën e apartamentit të tij, duke ndjerë se jeta po i largohej, mendja e tij shkoi te familja e tij në Shqipëri, te gruaja e tij që ai nuk e kishte parë prej 9 vitesh, te fëmijët e tij që kishin rritur pa të, te vëllezërit e tij që ishin torturuar për shkak të zgjedhjes së tij.
Ai mendoi për librin që nuk do ta mbaronte kurrë, për të vërtetën që nuk do ta tregonte kurrë, për betejën që kishte humbur. Dhe pastaj, në orën 11:35 të natës së 28 majit të vitit 1966, zemra e Panajot Plakut ndaloi së rahuri. Ai ishte 47 vjeç. Ai kishte jetuar 9 vjet në ekzil. Ai kishte luftuar deri në fund. Por fundi kishte ardhur dhe ai kishte ardhur në heshtje, në errësirë, në vetmi. Trupi I Panajotit u gjet në mëngjesin e ditës së nesërme nga pronari I apartamentit që kishte ardhur për të mbledhur qiran. Policia jugoslave u thirr menjëherë dhe ata filluan një hetim rutinë. Mjeku ligjor që ekzaminoi trupin konstatoi se shkaku I vdekjes ishte një atak kardiak, një përfundim që dukej I arsyeshëm për një njeri që kishte jetuar nën stres të vazhdueshëm për vite. Nuk u bën teste toksikologjike të avancuara. Në atë kohë, teknologjia nuk ishte aq e zhvilluar sa të zbulonte helme të sofistikuara si ai që ishte përdorur. Nuk u gjet asnjë provë dhune, nuk kishte plag, nuk kishte shenja luftimi, nuk kishte asgjë që të sugjeronte se kjo ishte diçka më shumë se një vdekje natyrale. Rasti u mbyll brenda një jave. Panajot Plaku, ish-ministri shqiptar, generalmajori që kishte arratisur nga regjimi I Enver Hoxhës, ishte vdekur nga një atak kardiak. Kjo ishte versioni zyrtar. Por kishte njerëz që nuk e besonin këtë version, njerëz që e njihnin Panajot Plakun, që e dinin se ai kishte qenë një njeri I shëndetshëm, që e dinin se ai kishte pasur kujdes të madh për sigurinë e tij, që e dinin se ai kishte frikë nga helmi dhe nga vrasja. Këta njerëz filluan të bënin pyetje që nuk u përgjigjen kurrë, pyetje që u heshtën nga autoritetet, pyetje që mbetën të varura në ajër si një akuzë e heshtur. Në Tiranë, lajmi I vdekjes së Panajotit arriti te Enveri brenda disa orëve. Ai nuk bëri asnjë koment publik për të. Panajoti kishte vdekur që në momentin kur kishte arratisur. Por në privat, ai festoi. Ai thiri Mehmet Shehun dhe I tha, një zë më pak. Një problem më pak. Një armik më pak. Mehmet Shehu buzëqeshi, ai buzëqeshi e ftohtë që nuk arrinte në sytë e tij, dhe tha, puna u krye siç duhet. Askush nuk do ta di kurrë. Dhe për shumë vite, askush nuk e diti. Agjentët e sigurimit që kishin kryer operacionin u kthyen në Shqipëri dhe u shpërblyen me pozicione më të larta, me privilegje më të mëdha, me sigurinë se sekreti I tyre do të mbetej I varrosur përgjithmonë. Familja e Panajotit në Shqipëri nuk u informua për vdekjen e tij, ata e mësuan vetëm vite më vonë, nga transmetimet e Radio Evropa e Lirë, dhe edhe atëherë ata nuk u lejuan të mbahnin zi publikisht, sepse ai ishte ende një tradhtar në sytë e regjimit. Trupi I Panajotit u varros në një varres në Beograd, larg atdheut që ai e kishte dashur dhe që ai kishte qenë I detyruar ta linte. Në gurin e varrit shkruaj vetëm emri I tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes, asnjë fjalë për atë që ai kishte qenë, për atë që ai kishte bërë, për atë që ai kishte sakrifikuar. Ishte sikur jeta e tij ishte zvogëluar në 2 data, një fillim dhe një fund, pa asgjë në mes që të vlente të përmendej. Por historia nuk harron aq lehtë. Edhe pse Enveri u përpoq ta fshinte Panajot Plakun nga kujtesa kolektive, edhe pse ai urdhëroi që emri I tij të mos përmendej kurrë, njerëzit e mbajtën mend. Në fshatrat e Shqipërisë, në shtëpitë ku njerëzit dëgjonin Radio Evropa e Lirë në fshehtësi, emri I Panajot Plakut u bë një simbol I guximit për të sfiduar diktaturën, I dëshirës për liri, I çmimit që duhej paguar për të qenë I ndershëm. Nënat u tregonin fëmijëve të tyre historinë e generalit që kishte zgjedhur lirinë mbi sigurinë, që kishte kaluar liçenin në errësirë, që kishte jetuar në ekzil për të treguar të vërtetën. Dhe këta fëmijë, kur u rritën, e transmetuan historinë te fëmijët e tyre, duke e mbajtur gjallë kujtimin e një njeriu që regjimi donte ta harronte. Sot, 69 vjet pas arratisjes së tij dhe 59 vjet pas vdekjes së tij, ne po tregojmë historinë e Panajot Plakut, jo vetëm sepse është një histori e rëndësishme historike, por sepse është një histori që na kujton se edhe në kohët më të errëta, ka njerëz që zgjedhin të qëndrojnë në këmbë. Edhe kur çmimi është jeta e tyre. Edhe kur askush nuk do t'i falenderojë. Edhe kur historia mund t'i harrojë. Pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri në vitin 1991, filluan të hapen arkivat e sigurimit dhe shumë sekrete që kishin qenë të fshehura për dekada dolën në dritë. Familja e Panajot Plakut, ata që kishin mbijetuar vitet e internimit, ata që kishin duruar torturën dhe poshtërimin, filluan të kërkojnin të vërtetën për atë që I kishte ndodhur të afërmit të tyre.
Ata gjetën dokumente që tregonin se Panajoti kishte qenë në mbikëqyrje konstante të sigurimit edhe në Beograd, se kishte pasur plane për ta eliminuar, se kishte pasur raporte të detajuara për çdo lëvizje që ai bënte. Por ata nuk gjetën asnjë provë direkte se vdekja e tij kishte qenë vrasje. Dokumentet që do të kishin provuar këtë ishin ose të shkatëruara, ose të fshehura në vende që askush nuk i njihte. Vëllai i tij, Koço Plaku, që kishte dalë nga burgu pas 20 vitesh, dha një intervistë në vitin 1992 ku tha: "Unë e di se vëllai im nuk vdiq nga një atak kardiak. Unë e di se ata e vranë. Por si mund ta provoj? Si mund të gjej drejtësi për një krim që u krye kaq mirë sa askush nuk mund ta zbuloj?" Kjo pyetje mbetet pa përgjigje edhe sot. Familja e Panajotit kërkoi që trupi i tij të kthehej në Shqipëri, që ai të varrohej në tokën që ai e kishte dashur, që ai të nderohej si një hero dhe jo si një tradhtar. Por kjo kërkesë u refuzua për vite. Autoritetet thoshin se nuk kishte para, se nuk kishte prioritet, se kishte çështje më të rëndësishme për t'u marrë. Vetëm në vitin 2007, 41 vjet pas vdekjes së tij, trupi i Panajot Plakut u kthye në Shqipëri dhe u rivarros në një ceremoni të vogël, të qetë, ku morën pjesë vetëm anëtarët e familjes dhe disa miq të vjetër. Nuk kishte nderime zyrtare. Nuk kishte fjalime nga politikan. Nuk kishte njohje nga shteti për atë që ai kishte bërë. Ishte sikur edhe pas rënies së regjimit, hija e Enver Hoxhës ende mbizotëronte, duke e bërë të vështirë për vendin të pranonte të vërtetën për të kaluarën e tij. Por ka një pyetje që mbetet e pashqyrtuar, një pyetje që historianët ende po debatonin, një pyetje që ndoshta nuk do të ketë kurrë një përgjigje definitive. A ja vlen? A ja vlen Panajot Plakut të sakrifikonte gjithçka, familjen, karrierën, sigurinë dhe në fund jetën, për të treguar një të vërtetë që shumë pak njerëz dëgjuan, për të luftuar një regjim që vazhdoi të qeveriste për 33 vjet të tjerë pas aratisjes së tij, për të qenë një zë në shkretëtir që askush nuk dukej se po e dëgjonte? Disa thonë se po, se çdo akt rezistence kundër tiranisë ka vlerë, se çdo zë që flet të vërtetën ka rëndësi, se çdo njeri që zgjedh lirinë mbi robërinë është një hero, pavarësisht nga rezultati. Të tjerë thonë se jo, se Panajoti humbi gjithçka dhe nuk arriti asgjë, se familja e tij vuajti për shkak të zgjedhjes së tij, se ai vdiq i vetmuar dhe i harruar, se jeta e tij ishte një tragjedi pa kuptim. Por ndoshta pyetja e gabuar është, a ja vlen? Ndoshta pyetja e duhur është, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte vepruar? Nëse Panajoti do të kishte heshtur, nëse ai do të kishte pranuar të jetonte në frikë, nëse ai do të kishte zgjedhur sigurinë mbi të vërtetën, a do të ishte ai më i lumtur? A do të kishte ai jetuar një jetë që ja vlente të jetojë? Apo ai do të ishte shndërruar në një nga ata njerëz që jetojnë por nuk janë gjallë, që frymëmarrin por nuk marrin frymë, që ekzistojnë por nuk jetojnë? Ndoshta e vërteta është se Panajot Plaku nuk kishte zgjedhje. Ndoshta ai ishte lloji i njeriut që nuk mund të jetonte me veten nëse nuk fliste, që nuk mund të shikonte në pasqyrë nëse nuk vepronte, që nuk mund të prekte fëmijët e tij në sy nëse tradhtonte atë që ai besonte. Ndoshta aratisja e tij nuk ishte një zgjedhje strategjike, por një nevojë ekzistenciale, një mënyrë për të mbetur njeri në një botë që po përpiqej ta shndërronte në një makinë. Ndoshta vitet e tij në ekzil, edhe pse të dhimbshme, ishin vitet e vetme kur ai ishte vërtet i lirë të mendonte, të fliste, të shkruante, të jetonte sipas vlerave të tij. Ndoshta vdekja e tij, edhe pse e hershme dhe e dhunshme, ishte më e nderueshme se një jetë e gjatë e jetuar në heshtje dhe frikë. Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten e tij. Sepse historia e Panajot Plakut nuk është vetëm një histori për të kaluarën, është një histori për zgjedhjet që ne bëjmë çdo ditë, për çmimin që ne jemi të gatshëm të paguajmë për atë që besojmë, për llojin e njerëzve që ne duam të jemi. Dhe ndërsa ne jetojmë në një kohë kur liria e fjalës duket e garantuar, kur demokracia duket e sigurt, kur diktatura duket si diçka e largët dhe e vjetër, historia e Panajot Plakut na kujton se këto gjëra nuk janë kurrë të garantuara, se ato duhet mbrojtur çdo ditë, se çmimi i heshtjes mund të jetë shumë më i lartë se çmimi i të folurit. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Panajot Plaku ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.